Drejtori i Shërbimeve Publike Qeli Lamaj na njoftoi se Drejtoria e Shërbimeve Publike në kuadër të projektit për ndërtimin e rreth rrotullimit në udhkryqin ndërmjet rrugës Ekrem Mërigja Tirana dhe rrugës Ramadan Bush nga Kfori Turk, sot ka përfunduar dhe tashmë që nga sot ka qarkullim më të mirë në këtë pjesë. Ky rreth rrotullim është projektuar me qëllim të rritjes së sigurisë në komunikacion, lehtësimit të qarkullimit dhe organizimit më efikas të trafikut në këtë zonë. Po ashtu ndërtimi i këtij rreth rrotullimi po ndihmon në shkarkimin e rreth rrotullimit ekzistues tek Ishe Bellona, duke ofruar një rrjedhoj alternative për qarkullimin e automjeteve dhe duke reduktuar ngarkesën atë pikë të rënduar të komunikacionit, pohon drejtori Lamaj. Drejtoria e Shërbimeve Publike ka një plan mobiliteti i cili është i miratuar në vitin 2023 dhe mbas atij planit na ka rezultuar që rreth rrotullimit të Bellona ka qenë rreth rrotullimi i ngarkuar me lëvizje në komunikacion, kështu që kemi qenë të detyruar që të bëjmë edhe një rreth rrotullim tani në rrugën Tirana, e cila lidh me rrugën Ramadan Bush që na dërgon faktikisht ka Kfori Turk apo Lagja Barancuri. Ka filluar punimet, kanë filluar ditën e martë, kanë përfunduar ditën e djeshit, domethënë ditën e ka qenë një punë e jashtëzakonshme e kompanisë, në këtë rast Renault Altahirit, i cili e ka pa funksionale dhe qysh ditën e sot me kena informacione që komunikacioni zhvillohet me lehtësi shumë më të madhe se sa deri më sot. Efikasiteti i këtij projekti padyshim se tani ka lehtësuar qarkullimin e këtë pjesë të qytetit.